Në Muzeet e Qytetit të Vlorës, edhe pas përfundimit të sezonit veror, vijon të jetë i lartë numri i vizitorëve vendas dhe të huaj. Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik në Vlorë, tregon se tashmë nuk kemi më turizëm sezonal, por turizëm gjithvjetor, ku pjesë e paketës turistike janë edhe muzeet, të cilat presin me qindra vizitor çdo muaj të vitit. Edhe në vjeshtë dhe dimër, numri vizitorëve në muzeet në varësitë të Bashkisë së Vlorës, sipas Spahiut, është tepër i lartë. Në to, Spahiu tregon se mbizotrojnë shtetasit nga Europa perëndimore, lindore, por edhe nga vendet e largëta. Neve tani nuk kemi më atë ndarjen sezonale që kishim më herët para disa vitesh, sepse vizitorët na kanë larguar këtë lloj ndarje 3 mujore apo 6 mujore të vizitave në muze. Ata janë pjesë integrale e vizitave të vazhdueshme, kryesisht të Evropës perëndimore, sidomos mund të flas si vjet portugez, francez, spanjoll, pa përjashtuar italianë apo vendet e tjera të Evropës lindore, dhe gjerman ka patur vizitorë të shumtë dhe na kanë krijuar mundësinë që neve ta heqim anën sezonale për të patur një zhvillim turizmi gjithvjetor, dhe pjesa e arkeologjisë dhe pjesa e historisë janë pjesë e rëndësishme e këtyre njerëzve që shikojnë, mësojnë kush kemi qenë, si është arritur zhvillimi deri sot me qytetit të Vlorës, të infrastrukturës, të ndërtimeve, por dhe ato elemente historisë si pjesë e pushtimeve të vazhdueshme që nga antikiteti deri në ditët e përfundimit të luftës së dytë botërore vitet 44-45. Drejtuesi i Muzeut Historik dhe atij Etnografik në Vlorë, Skënder Spahiu, thotë se në numrin e vizitorëve nuk mungojnë as ata vendas, kryesisht shqiptarët e trevave që duan të njihen, takojnë nga afër një pjesë të historisë kombëtare. Sipas Spahiut, referuar statistikave të përmuajshme që mbahen shënim nga ky muze, del në pas se numri vizitorëve vendas me ata të huaj është në një balans mes tyre. Neve mbajmë një evidencë, një statistik gati çdo mujore që e paraqesim në Drejtorinë e Turizmit pranë Bashkisë së Vlorës dhe Ministrinë e Linjës, ku evidentojmë vizitorët kategorive vendase dhe të huaj, dhe në përgjithësi ne kemi një balancim të vizitorëve. Kryesisht në Muzeun Arkeologjik dhe Historik vinë ata njerëz të cilët kërkojnë të njohin gjitha etapat e historisë, pavarësisht se në Vlorë gjendet edhe muzeu me shumë vlera, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, i cili është pjesë integrale e vizitave jo vetëm të bashkëdhetarëve, por edhe të gjithë atyre njerëzve që kërkojnë të vizitojnë Vlorën apo kalojnë pushimet në Vlorë. Muzeu Historik dhe Arkeologjik është muzeu i artefakteve, i dokumentave të pakontestueshme, i atyre vlerave që ka ruajtur shoqëria njerëzore që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Jo vetëm për gjatë vjeshtës që lan pas, por në numër të konsiderueshëm, vizitorët pritet të jenë edhe për gjatë muajve të dimrit. Pranvera pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitave në muzeet e qytetit të Vlorës.